Tungjatjeta të nderuar shikues. Bixhozi është një ndër dukuritë më të shëmtuara të shoqërisë. Është devijim që shkakton probleme ekonomike, por edhe sociale. Shkakton varfëri dhe pengon zhvillimin e produktivitetit ekonomik dhe me këtë i shkakton shumë probleme shoqërisë. Lojrat e fatit nuk duhet të jenë shpresë, por fati apo nafaka, siç do të thoshte populli, duhet të kërkohet tek puna. Për këtë temë, në Dialog të Lajmi, kemi ftuar profesorin e nderuar të Fakultetit Teologjik të Shkencave Islame në Shkup, zotërin Ziber Lata. Zotë Lata, faleminderit që jeni sot me ne, që të shqellojmë, besoj një dukuri, siç thash, që është jo vetëm shëmtuar, por edhe që po na shkakton, po i ndjejmë pasojat. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Sigurisht që do të flasim bashkërisht, është një temë e cila besoj që na tangon të gjithëve. Zoti Lata, a është Shkupi apo qytetet tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut i shndruar në një Las Vegas, e përmendi kryeministri, natyrisht mund të përmenden edhe deklarata të tjera që shkojnë në këtë drejtim. Është një pamje e shëmtuar kjo që e shohim çdo ditë përreth nesh, që kazinot, bastoret, disa po themi kompani të cilat merren me lojrat e fatit, i shohim në çdo hap. Sigurisht që kjo veset e këtilla në fjalorin e fesë i quajmë vese, të cilat janë tek shumë njerëz, por që tani janë shndruar në dukuri në shtetin tonë. Me të drejtë është thënë, sepse Maqedonia e Veriut për momentin është vendi ku lojrat e fatit nuk i shfrytëzojnë vetëm banorët e këtij shteti, por vinë edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga vende tjera, të cilat vetëm se i kanë ndaluar me ligj, dhe tani për momentin ne jemi në qendër të këtij vesi, dukurie të shëmtuar, e cila besoj që efektet e saj dal nga dal, efektet negative dhe shumë të rrezikshme, po i shohim me sytë tonë. Kjo tani ka filluar që të shndrohet në një rrezik potencial për rinin tonë, për banorët e shtetit dhe për çdo kënd i cili kërkon të ketë një perspektivë më të denjë në vendin tonë. Ju jeni nga Dibra, jetoni në Shkup. Besoj që edhe në qytetin tuaj ka shumë kazino, siç ka edhe në lagjet tona, po themi në gjithë Shkupin kemi shumë kazino. Pse ndodh kjo sipas jush? Tani unë e shoh që kazino dita ditës po mbin si këpurdhat në çdo qosh, në çdo mahall, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në vende tjera. Gjithashtu edhe në qytetin tim të lindjes, që është Dibra. Unë në Dibër po udhthoj një herë apo dy herë në muaj, shkoj për shkak të angazhimeve, dhe po habitem kohë pas kohe kur shoh që një lokal i caktuar është shndruar më një herë në kazino, dhe jam interesuar të pyes banorët, shokët, miq, dashamirët, pse? Sigurisht që janë shifrat të frikshme të kazinove që janë hapur, të njerëzve që frekuentojnë nëpër ato vende, të lojrave të fatit e kështu me radhë. Mendoj që kjo ndodhen për shkak të hapësirës që u është dhënë, të mos funksionimit të disa elementve tjerë parandalues, të cilat besoj që ne do të kemi mundësi të elaborojmë brenda këtij. Gjithsesi se do flasim për shumë çështje, do kthehemi edhe në histori pak, që të shohim se si ka rrjedhur zhvillimi i kësaj dukurie të shëmtuar, por siç thatë, në Dibrën e madhe, por që sot fatkeqësisht po bëhet gjithnjë më e vogël për shkak të largimit të njerëzve, ka mbi 10
kazino mund të ketë? Po sigurisht që ka, unë personalisht nuk i kam numëruar. Sigurisht. Po kam mbi 10. Mbi 10, siç mund të ketë edhe në qytete tjera, jo vetëm me shqiptar, por edhe qytete tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zotilata, a mund të kthehemi pak të bëjmë një kronologji para se të vinte, para se të përhapej feja islame, pra religioni islam, a kishte shumë bixhos në vendet në të cilat u përhap pra islami? Vendet, në qoftë se flasim për trojet tona shqiptare, ne duhet dim që këtu islami është mbi 500-600 vite, më thënë që masovikisht shumë qytete të Maqedonisë kanë pranuar fen islame me vetë dëshirë. Gjatë asaj periudhe, sigurisht që format e bixhozit në histori çdo herë kanë ekzistuar, lojrat e fatit, në forma të ndryshme, edhe në historinë islame, duke filluar edhe prej tek arabët, tek turqit, të gjithë popujt tjerë, islami çdo herë ka ardhur si mas preventive për të shëruar disa vese të liga që kanë qenë të përhapura në shoqëri. Edhe kazinot janë një fenomen i mëvonshëm, do të thënë pas, por lojrat e fatit kanë qenë çdo herë të pranishme. Tani kjo është një luftë që historikisht ka vazhduar. Ne në mësimet islame kemi një parim që lufta mes të mirës dhe të keqes ka filluar prej ditës parë dhe të vazhdon derisa të ekzistojë kjo botë. Ne jemi të bindur që e keqja nuk mund të çrrënjoset tërësisht, por ajo për cilën ne punojmë vazhdimisht është që të mbisundojë e mira. Kjo që ndodhen me lojrat e fatit sot te ne, kjo do të thonë është që e keqja ka marrë dhënë, na ka mbuluar të gjitha porët e qyteteve tona. Është forcuar shejtani. Është forcuar nëse mund t'i themi me gjuhën e shejtanit, siç njihet, me gjuhën e fesë, siç njihet në mësimet islame. Por ne do të luftojmë për që kjo të zvoglohet. Ne që mos jetë fenomen. Nëse do të ekziston dikun në formë të fshehur, ne nuk na prishën puna jo, po ne duhet ta luftojmë atë që ne po na bëhet dukuri sot, dita ditës. Këtu dua të theksoj dy çështje shumë të rëndësishme. Si u qaset islami këtyre problemeve? E para, në fillim islami parandalon. Më thënë, nuk lejon që e keqja të vjen, pikë së pari. Dhe mendoj që fokusi jon këtu duhet të jetë që për gjeneratat e ardhshme kjo e keqe si dukuri që po bëhet dita ditës, kjo mos ekziston si dukuri në mas. Qasja e ditë është përgjendja që kemi, ne do gjejmë mekanizma se si ta shërojmë. Mendoj që duhet shumë forca të mblidhen që kjo të lëvizën më përpara dhe ne të përparojmë në këtë drejtim. Për çfarë arsye? Për arsye se koncepti bazë i islamit është që fillimisht mos lejon të keqen të futet dhe jo ta shëron pastaj. Ta shëron pastaj gjithsesi është plani i dytë. Mirë po, mos lejon. Kjo është koncepti edhe i përgjithshëm i fesë. Fet deri tek ardhja e Muhamedit alayhis salam kanë qenë legjislacione të përkohshme. Do thënë, një popull është drejtuar në rrugën e drejtë të themi, pastaj kur ka deviju ka ardhur një i dërguar tjetër e kështu me radhë deri në ardhjen e profetit fundit, Muhamedit alayhis salam, i cili vjen me mesazhin universal derisa të ekzistojë kjo botë. Dhe tani, meqë thelbi i fesë është të parandaloj një herë të keqen, edhe pastaj në qoftë se e keqja vjen dhe ta shëroj, tani ne të dija këto rrugi kemi të hapura sipas mësimeve islame. Të parandalojmë përpasardhësit tanë që ato mos e shohin këtë fenomen, mos e shohin kaq të rrezikshme, kaq të madh siç na duket ne sot, por në të njëjtën kohë të punojmë edhe për shërimin e kësaj që e këtyre gjeneratave të reja të cilët vetëm se janë infektuar me këtë vezë. Zotilata, cilat ishin lojrat e fatit, po themi, apo lojrat e bixhozit në periudhën para se të përhapej
Islami, ose edhe në periudhën e parë, sepse siç thatë, Islami nuk si fe, nuk ka arriti ta çlënjos më njëherë Bixhozin dhe lojrat tjera të fatit. Si njerëzit të provonin që të luajnë me fatin e tyre dhe çfarë shkaktonte kjo? Shkaktonte pabarazi apo fenomene tjera? Lojrat e fatit, siç potencova pak më herët, kanë pas forma të ndryshme gjatë gjithë historisë si kanë ekzistuar. Para se të vjen feja islame, më thënë Muhamedi alayhis salam në tek arabët, kanë qenë lojra të cilat kanë qenë tepër të rrezikshme. Njerëzve u kanë kushtuar me gjithë pasurinë, u kanë kushtuar me vetvete, me familjen, me ardhmërinë. Për shembull, ka pas lojra fatit të cilat nëse njeriu ka humb lojën, është dash të jetë rob i dikujt tjetër. Flasim në periudhën para islame, ku ka qenë i cënuar drejt për drejt liria dhe uni i njeriut. Digniteti i njeriut, sigurisht. Me ardhjen e fesë islame, Islami i ktheu dignitetin e njeriut, i ktheu lirinë, të drejtën e vendosjes, të drejtën që ai të vendosen për fatin e vet. Pra ishin këto loja të fatit të cilat dal nga dal humanin filluan ta shndrojnë në jo human. Do të thënë njeriu ta shndrojnë në jo njeri, ta shohin njeriu thjesht si një mall për biznese, për tregtia të ndryshëm, dhe thelbi i këtyre nisma ishte tek lojrat e fatit Bixhozit, që në atë periudhë sigurisht kanë ekzistuar në forma tjera, me hudhjen e shigjetave, me gurrët, në forma të ndryshme. Që sot hudhjen e, si thuhet asaj, gurrit me të zareve. Të zareve. Mirë po, sot ka forma kretjera. Sot janë forma shumë të sofistikume, që shpesh herë janë edhe të ngatrume, janë aq bukur të zbukurume që njerëzit ndonjëherë mendojnë se janë vetëm për t'u argëtuar, në fund kur dalin shohin që ajo është bë vese ati, është bë pjesë e jetës të ati, ndonjëherë nuk mund t'i dikton edhe krijojnë varshmëri prej saj. Bile ka prej atyre njerëzve që e kanë nisë si një lojë të thjeshtë në telefon dhe në fund ka përfundu pa shtëpi. Dhe thënë, format sot janë ato rrugët shejtanore që ne u themi me gjuhën e fesë, ato sot janë zbukuru, nuk janë aq klasike sa kanë qenë përpara. Prandaj dhe ne duhet jemi më vigjilent për t'i detektu dhe për t'i ndërpre ato rrugë. E përmendat lojën e fatit me shigjeta, domethënë ka pasur një lojë të caktuar ku njerëzit e kanë provuar fatin me shigjeta, ka pasur lidhje me devet apo? Ka pas lidhje me devet, domethënë është lidhur me humbjen e deveve, sepse mall në atë kohë kanë qenë pikërisht malli më i mirë kanë qenë devet. Nuk ka pas gjëra tjera, dhe njeriu për një moment është bërë shumë pasanik dhe në momentin tjetër është bërë më i varfër i atij mesi. Por sigurisht që kjo mendoj që i mbetën të kaluarës, dhe ne kemi shumë forma tjera që mund t'i diskutojmë për problemet aktuale që i kemi. Si trajtohet Bixhozi dhe lojrat e fatit në librin e shenjtë në Kur'an? Sepse, siç tham, në fillim u ndalua që njerëzit të faleshin në gjendje të dehur, dhe njësoj edhe Bixhozi u trajtua si një ves, siç e quajtet ju, apo një dukuri që shkatron jetën shoqërore. Pra, cili është interpretimi juaj në bazë të asaj se çfarë thuhet në Kur'an, normalisht duke marrë për bazë kontekstin e sotëm kohor, shoqëror dhe natyrisht edhe kontekstin e zhvillimit të gjithë shoqërisë njerëzore. Kurani është shumë i prerë në lojrat e fatit. Zoti i Madhrishëm flet në surën Maide, janë pikërisht dy ajete të cilat këto janë dy ajete të cilat i kemi ndarë për t'i diskutuar sot.
Ajetet paraprake që i përmendet ju që njëherë mos falemi duke qenë në gjendje të dehur, ato ka qenë etapat e ndalimit, derisa erdhë dispozita përfundimtare, të cilën e tregojnë pikërisht këto ajete që ne sot i kemi këtu para teleshikuesve. Janë dy ajete që Zoti i Madhërisëm thot: o ju që besuat, vera, bigjozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë dyrësi nga veprat e djallit, prandaj largoni prej tyre që të shpëtoni. Ky është ajeti i cili përjashton çdo mundësi tjetër të lejimit të kësaj dukurie. Nuk ka mundësi që një teolog, një hoç, një klerik fetar, qoftë edhe i feve tjera, të lejoj lojrat e fatit. Sepse kur jemi tek lojrat e fatit, për dëmin që sjellin këtu të gjitha fet mendoj që kanë të njëjtin mendim. Ata të cilët e kundërshtojnë këtë mendim janë vetëm ata të cilët përfitojnë prej kësaj kategorie të njerëzve, kurse Kurani është shumë decit. Dhe nëse e shohim këtu ajetin kuranor, sa për me që siç biseduam më herët që unë pak edhe merrem me çështjen e interpretimit dhe hermeneutikën kuranore, këtu janë 4 elemente në këtë ajet kuranor që tregojnë se sa e shëmtuar është kjo vepër. E para është ndyrësirë. Domethënë nuk ka term më të ligë se sa fjala rejg, siç përmendet në arabisht, që është ndyrësirë. Ndyrësira, mendoj që çdo shqiptar e kupton se çfarë do të thotë ndyrësirë. Edhe është me plot kuptimin e fjalës ndyrësirë. Nuk është e thënë në formë komplet simbolike ose metaforike, sepse vërtet është një ves i cili prodhon ndyrësira të shumta. Çështja e dytë është nga veprat e djallit, shejtanit. Do të thonë nuk është një çështje abstrakte, po është vepër, është akt, është punë e cila zbatohet dhe është shejtanore. Këtu tregon se ti në cilën rrugë je, ai i cili merret me këtë ves. Kjo është forma e dytë e ndalimit të këtij vesi. Pastaj kemi, prandaj thotë largohuni. Tani, nëse dikush nuk e kuptoi këtë ndyrësirën dhe se kjo është rrugë shejtanore dhe mund del dikush thot po Zoti se ka ndalu drejt për drejt, vjen urdhri i tretë i cili thot largojuni. Do thënë këtu mbyllet hapësira që të diskutohet dhe e fundit tregon efektin. Nëse dëshironi, prandaj largohuni prej tyre që të shpëtoni. Këtu shumë e kanë interpretuar që këtu bëhet fjalë për të shpëtuar në botën tjetër. Jo, këtu bëhet fjalë për në të dy botat. Koncepti i përgjithshëm i fesë është që njeriu të jetojë rahat në këtë botë dhe të fitojë edhe botën tjetër. Nëse ne interpretojmë në njërin prej këtyre, atëherë ne nuk jemi në konceptin e duhur të Islamit. Prandaj që të shpëtoni është që të shpëtoni në këtë botë, po që të shpëtoni edhe në botën tjetër, sepse pastaj kjo do të sjellë shumë efekte tjera negative, siç e kemi këtu në ajetin vijues, fillon tregon efektet. Djalli kërkon që nëpërmjet verës dhe bigjosit të fus armiqësi e urrëtie mes jush. Armiqësia është numër 1. Këtu çka shifet në fillim të këtij ajeti? Që ti ke i me një lloj partneriteti me djallin. Ai që lum bigjoz, koalicion me djallin. Ka bën një lloj koalicion me fjalorin tim të analizës politike. Koalicion me djallin. Është një lloj koalicioni që është bërë këtu me djallin dhe tani në ky koalicion do të prodhon këto efekte. Do të prodhon armiqësi. Do të prodhon armiqësi e cila nuk është, ne shohim që njerëzit që luajnë bigjoz, ndoshta kur do të flasim për efektet, është armiqësi shumë dimensionale.
në familje krijon armiqësi me shoqërisë, brenda familjes, brenda shoqërisë. Do të thonë armiqësi të dimensioneve të ndryshme, normal që kjo pastaj do të sjellë në urrëtie, do të na largon nga Zoti dhe do të na largon nga namazi. Do të thonë nga lidhja e jon me Zotin fuqiplot. Unë nuk dua të ndalem shumë gjatë sepse kam shumë gjëra për të thënë në interpretimin e këtij ajeti, por po e përmend vetëm edhe një çështje të rëndësishme këtu, përmendja e Allahut dhe namazi. Di efekte që i jep djalli, koalicioni me këtë djall janë armiqësi dhe urrëtie që lidhen me botën, me çështjet e kësaj bote, dhe di efekte që na lidhin të drejtën me Zotin. Lidhjen me Zotin, që është përmendja e Allahut dhe namazi. Do të thonë, ky koalicion shkatron edhe dynjan edhe ahiretin. Pra, edhe botën tonë edhe botën e përtejme. Edhe këtë botë, edhe botën e përtejme. Prandaj, në fund, Zoti ju flet njerëzve të mençur dhe po e përfundon ajetin me një pyetje retorike dhe thot, apo hiqni dorë pra, a jepni fund kësaj pune. Se një njeri i mençur i cili ka arrit që ti meditoj të gjitha këto efekte, e ka shumë kollaj që në fund kësaj pyetje do t'i përgjigjet në vetvete dhe besoj që do të heq dorë prej këtyre veseve të shëmtuara. Profesor i nderuar, pse me pyetje e jo me konkluzion, me urdhër, me një lloj, po themi në mënyrë teologjike gjithmonë, me një lloj dekreti, me një lloj pra komandimi ndaj njerëzve që ti ndërpresin dhe të mos jenë pjesë këtyre dy dukurive, sepse siç thatë, domethënë fusin armiqësi, pra konflikt mes njerëzve, urrëtie. Dhe ajo shkakton pastaj urrëtie, sepse nëse dikush ju kërkon për para në besim dhe pastaj ato i çon në bixhoz, në kazino, në bastore ose në lojra tjera të fatit, natyrisht që ajo pastaj do të shkaktoj humbje të besimit të ndërsjellë dhe natyrisht edhe urrëtie. Por pse me pyetje po e bëj pra në mënyrë shumë edhe unë retorike siç është. Është shumë interesant të shifet, sepse këtu nuk flitet vetëm për bixhozin, këtu flitet edhe për disa vete tjera, për idhujtarin. Do thonë, në zakonisht Zoti Xheleshanu kur flet për bixhozin, ky ves është i shoqëruar me di vese tjera të liga, me verën edhe me idhujtarin, do të thonë me alkoolin edhe me idhujtarin. Edhe në vende tjera kur flitet, në ajete tjera, po edhe në hadithet e profetit ton, Muhamedit alayhis salam, është i njëjti diskurs i përafërsisht. Ne asnjëherë nuk mundemi ta luftojmë këtë ves nëse fokusohemi vetëm në pjesën e bixhozit si ves. Patjetër duhet të ketë një lloj strategjie e cila do të prekën disa elemente. Për shembull, këtu është pjesa e alkoolit, është pjesa e armiqësisë, është pjesa, janë shumë idhujtari, me që besoj që idhujtari nuk kemi idhujtari klasike në mesin ton. Pra, kjo duhet shihet si problem i cili është i shoqëruar me probleme tjera. Kemi idhujtari politike, kemi idhujtari ndaj liderëve politik, e kështu me radhë, por kjo është një temë krejtësisht tjetër. Me që jam edhe profesor i gjuhës, isha shumë i kujdesshëm, idhujtari klasike. Idhujtari klasike nuk kemi. Ju çfarë thatë, por besoj që është e qartë edhe kjo që po, sigurisht. Sepse kulti i liderit politik, atij që udhëheq një parti më të madhe politike, është ndërtuar këtu tek ne dhe ne kulte të atilla kemi. Nuk po them që ata janë ndërtuar si një pikturë e përgjithshme e një idhulli konkret, siç shpjegohet në Kur'an, por forma, po them variacione të idhujtarisë, ju siguroj që kemi, po për këtë do të bëjmë një emision tjetër dhe besoj që do të jetë interesant. Kjo besoj që meriton një emision të veçantë, po me që e theksuat, para se t'jap përgjigje pyetjes që më parashtruat, me që e theksuat këtë çështje,
idhujtaria është ves i popujve që nuk besojnë dhe i popujve që nuk janë të ngritur. Dhe shpesh herë idhujtarinë moderne që e theksuat ju, që nuk janë vetëm liderët politik, po është edhe paraja, është edhe egoja, shpesh herë është egoja, ndonjëherë idhujtari mund të jetë edhe karriera. Edhe karriera mund të merr rolin e idhujtarisë. Dhe këtu ka forma shumëta. Kurani jep sinjale edhe për këtë. Ka një ajet kuranor thot e farajte alladhi man ittakhadha ilahahu hawa. A e pe ajt i cili egon e vet e mori për Zot. Me thënë, Kurani jep sinjal që idhujtaria mundet mos jetë edhe klasike, po mund të ketë edhe forma tjera. Po, për këtë besoj që do të flasim një herë tjetër, pse Zoti këtë e përfundon në formë pyetje. Kjo ishte mendoj në çdo ndalesë Allahu fuqiplot ka zgjedh format që i përshtaten më shumë asaj ndalese. Mirë, po në këtë tuf vesesh të këqija, që në krye është bigjozi dhe alkooli e idhujtaria, në këtë tuf vesesh Zoti nuk ka përdor vetëm një formë. Në këtë tuf vesesh ka përdor disa forma, që përmenda. Ka thënë është fllihshir, ndyrësirë. Ka thënë është punë shejtanore. Ka thënë largohuni, është edhe forma e drejtë për drejtë, se ju pyetët pse nuk, ja është forma e drejtë, thotë largohuni. Të shpëtoni, shive thotë mendoj edhe efektet e kësaj, mendoj për ardhmërinë tënde, për ardhmërinë e fëmijëve të gjeneratave tuaja, nëse doni të shpëtoni. Dhe nuk e ka përjashtuar edhe forma, sepse një prej formave të ligjërimit kuranor është edhe forma e pyetjeve retorike, që është një figurë shumë e fuqishme, kur njeriu përmes formës pyetje habitore, Zoti i Madhërisëm ka tregu për madhështinë e gjunahut, ose për vlerën e një pune të caktuar, nëse ajo punë është e drejtë. Pra përgjigja është se këtu Zoti nuk ka përdor një formë ndalimi, i ka përdor të gjitha format e mundshme të ndalimit, sepse bëhet fjalë për një tuf ndalesash. Pra, flasim këtu për atë që është edhe fushë juaj e studimit, pra hermeneutikën e përmendet interpretimin e tekstit kuranor dhe teksteve tjera, natyrisht mund të jenë edhe tekste jo teologjike. Pra, flasim për një lloj stilistike e cila ekziston brenda Kuranit. Kurani është një vepër që ne të gjithë dim që merremi me gjuhë dhe letërsi. Domethënë kemi prozën dhe poezinë. Këto janë dy zhanret kryesore në ligjërim. Mirë po, letrarët arab kur e ndajnë këtë ndajnë në tre pjesë. Thonë, kemi prozë, poezi dhe Kuran. Kurani të japi një status të veçantë. Nuk është as prozë, as poezi, po ka disa karakteristika që ka edhe të prozës edhe të poezisë, po ka diçka që është autentike e Kuranit, që nuk mund të imitohet, nuk mund të kopjohet prej tjerëve. Edhe pikërisht këto janë ato fshehësitë gjuhësore. Bile një studiues, një komentues i Kuranit që quhet Fahrudin Razi, i cili ka qenë njohës shumë i mirë edhe i filozofisë, edhe i logjikës, edhe i matematikës, bile ka edhe vepra të shkruara në këto lëmi, ka jetuar afërsisht para 1000 viteve. E thot një fjalë, thot Kurani është një fjali e vetme. Do të thonë ku çdo gjymtyr ka lidhshmëri njëra me tjetrën. Dhe tani po të futesh brenda, ne po të futemi edhe ajeteve që lidhen me këto ajete dhe ajeteve që vijnë pas, atëherë do nxjerrim edhe kuptime tjera që tregojnë efektin negativ të bigjozit dhe këtyre veseve tjera që i theksuam. Ne tham që bigjozi në Kuran përmendet në 2 ajetet kuranore, ndërlidhet ose përmendet si i lidhur drejt për drejt me verën, praktikisht me alkooli, sepse këtu përmendet vera, por ideja, konotacioni është që janë të gjitha pijet alkoolike të ndryshme, që kanë një motiv, dehjen, humbjen e vetdijes dhe dehjen e njerëzve. Por sepse ka interpretime të ndryshme që thonë, sidomos ata që tentojnë t'ia lehtësojnë vetes
lejimin e pijes alkoolike. Thonë që në Kuran thuhet që në namaz nuk duhet të shkojë njeriu i dekur. Apo alkooli është i ndaluar rreptësisht. Kjo është pyetja. Janë dy ajete tjera. Në momentin kur Zoti i Madhrishëm ka filluar ta ndalon pirjen e alkoolit në kohën e profetit Muhammed, janë 3 faza të ndalimit. Sepse bëheshte fjalë për një shoqëri e cila nuk kishte pothuaj vlerat ishin shumë të pakta edhe fetare, po edhe kulturore. Sepse bëheshte fjalë për një popull i cili jetonte në mes të shkretirës. Janë 3 ajete të cilat e ndalojnë. Ajeti i parë thotë ka dëm dobi. Ajeti i dytë thotë më shumë dëmi se sa dobia, sigurisht. Pastaj Pa. thotë mos pijet alkooli kur jeni në namaz, dhe e treta është ndalimi i fundit. Po këto kanë qenë fazat të ndalimit të atëhershme. Ajo që vlen për ne është dispozita e këtij ajeti që ne sapo e lexuam këtu. Ka interpretues të atill, të cilët nuk e njohin historinë e studimeve kuranore dhe përpiqen që intereset e ndryshme të arsjetojnë përmes këtyre ajeteve kuranore. Bilem është një rrim e cila quhen kuranistët, të cilët mundohen që të interpretojnë vetëm ajetet kuranore pa marrë parasysh jetën e profetit, hadithet e pjesë tjera, shkenca tjera fetare, dhe ata bëjnë kalkulime të këtilla dhe sjellin dispozita që edhe vetë nuk i besojnë, ndoshta jam i bindur që edhe vetë nuk i besojnë, po në mësimet e mirëfillta islame, ku nuk ka asnjë dilemë në këtë, as me shkollave juridike, as të gjithë muslimanëve që tek alkooli, bigjozi, idhujtaria, hedhja shigjetave, këto që përmenden këtu, këto janë rreptësisht të ndaluara. Nëse e nisim këtë ajet, o ju që keni besuar, edhe Allahu e përmendën një pjesës këtu innema, që është në arabisht, që tregon çdo gjë që vjen pas kësaj është kategorike. Është kategorike. S'ka hapësirë nuk ka hapësirë diskutimi këtu. Për diskutim dhe për dilemë, se mundet edhe kështu edhe ashtu. Tjetër është metodologjia që është përdorur në kohën e profetit që të ndalohet. Ose, për shembull, tjetër është nëse un kam një rast të tillë në familjen time dhe unë e bëj një strategji se si ta sjell atë deri te ndalimi i alkoolit ose bigjozit. Pa ajo strategji nuk do të thotë që është dispozit fetare. Thjesht un kam bërë një strategjinë time se si një person të caktuar, një shoqëri ku këtu edhe ne mund të bisedojmë si ta nxjerrim prej këtyre veseve. Po kjo strategji nuk do të thotë që është dispozit. Dispozita është e qartë, kjo është ndaluar, nuk ka hapësirë diskutimi. Pse është përmend vetëm vera, është shumë e qartë për ata të cilët merren me këtë lëmi, me studimet kuranore, me gjuhësinë e Kuranit, me dispozitat fetare, qofshin ato dispozita juridike ose të tjera, ato i kanë të pastruar me këtë çështje. Pra, thoni që vera është përmendur si simbolik për alkoolin në përgjithësi. Shifni, në dispozitat fetare, me që pak u futëm në çështje shumë profesionale, në dispozitat fetare çdo herë ka një motiv për ndalesën e diçkas. Motivi i ndalesës së verës është dehja, do të thënë është mbulimi i arsyes. Dhe të gjitha sipas analogjisë që është burimi i shariatit në islam, është burimi i shariatit i dispozitave fetare, do thënë me që motivi këtu është dehja dhe humbja e arsyes, mbulimi i arsyes, atëherë kjo është përfaqësuese e të gjithë llojit. Nuk është thjesht vera si produkt i veçantë. Po, si pije. I përmendet kuranistët, ata janë rrymë fetare në nivel global apo vetëm në vendet arabe? Kemi ne kuranist këtu në Maqedoninë e Veriut, po them, ose në hapësirën shqiptare, kemi njerëz të atill. A është ideja kjo që ata ta lexojnë Kuranin në mënyrë tekstuale, fjalë për fjalë, pa marrë parasysh interpretime tjera, apo pa e marrë parasysh hermeneutikën, siç thoni? Ka tentativa prej individëve që pretendojnë të bëjnë këto interpretime, mirë po duket që janë të paransishëm, domethënë në shoqërinë tonë, sepse popullata jonë ka një lloj vetdije fetare, ne nuk u bëm sot musliman. Këtu
kemi një popullat e cila e njeh bukur thelbin e fesë, edhe interpretimet e këtilla që ndonjëherë vijnë për rimave të ndryshme prej jashtë që nuk kanë lidhje me thelbin e islamit, absolutisht jo. Popullata jon këto i detekton shumë kollaj, edhe në formë shumë të heshtur i anashkalon, edhe këtu nuk kemi problem. Për arsye se thelbi i popullatës dhe mësimet bazë që janë edhe në bashkinë fetare islame, janë mësime themelore të cilat janë të doktrinës, themi ortodokse islame, domethënë burimore islame, dhe pasi në popullat kemi një ambient të këtillë dhe jo politika, po strategjia e basis islame me gjithë institucionet e veta, fakulteti ku jam unë, medreset, zhvillojnë atë islamin autentik në këto troje, besoj që këto tjerat janë të paransishme për t'i fri. E përmendet doktrinën ortodokse islame, që besoj tjetë më e qartë për shikuesit, e përmendet në kontekst të doktrinës rrënjësore, doktrinës thelbësore islame. Ata që lexojnë besoj që sigurisht e kanë të qartë, nuk është fjala për... Ne kemi parasysh publikun e gjerë dhe po mundohemi në këtë emision të qartësojmë gjërat sa është e mundur më shumë dhe natyrisht sa ka mundësi që këto fenomene të shpjegohen. A ka mundësi që të ketë hoxhallar që luajnë bixhos? A ka mundësi që të ketë hoxhallar që japin pare me fajde dhe natyrisht që besoj edhe kjo repsisht është ndaluar njësoj si bixhozi? A mund të ketë hoxhallar? Nuk e di. Unë nuk besoj që duhet të ketë. Jo, që nuk duhet të ketë, edhe unë jam dakord. Edhe unë nuk i di. Hoxhallarët që unë i njoh nuk janë të atill. Do thënë, nëse ka ndonjë individ tek këtu unë nuk e njoh. Edhe mund të ketë diku, nuk e di, po unë nuk e besoj që duhet të ketë. Me që unë se kam pa, unë se besoj që duhet të ketë. Ju i njihni të gjithë hoxhallarët në hapësirën shqiptare dhe thoni që askush prej tyre nuk është i përzier apo i përfshirë në, po e quaj me fjalorin, domethënë të sotëm, në biznesin thojza të fajdeve, sepse e dini që është një biznes i madh. Unë personalisht jam profesor në Fakultetin e Shkencave Islame. Kam një aktivitet timin edhe brenda institucionit basis islame, goxha të mirë, qoftë në Dibër, qoftë në Shkupe edhe në rrethana edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri kemi shoke hoxhallare, miqe, dashamir. Unë nuk njoh ndonjë të tillë. Ndoshta pse formati im është i këtillë dhe nuk kam pas rastin të takoj të atillë, po unë përsëri po them, nuk duhet të ketë hoxhallar të tillë. Nëse ka, janë individ që hoxhallarët nuk janë të pagabushëm. Ne nuk jemi pejgamber. Sigurisht që edhe mund gabohet dikundi, po mendimi im është që hoxhallar nuk duhet të ketë të kësaj frime. Edhe unë s'kam pa. Sigurisht. Unë s'kam pa. Unë personalisht nuk kam pas rastin të takohem me hoxhallar të tillë. Të shpresojmë që të ketë sa më pak njerëz të atill, jo vetëm hoxhallar, sepse edhe fajdet janë një problem i kësaj shoqërie me cilin duhet merret në mënyrë serioze shteti dhe besojmë që në të ardhmen do të merret edhe më shumë siç merret me kazinot. Tani ne besoj që diskutojmë pak për fenomenin dhe jo për rastet shumë anësore që janë. Po. Kur flasim për fenomenin, hoxhallarët mendoj që duhet jenë ata cilët duhet qëndrojnë përballë popullatës, për krah popullatës në të gjithë në luftimin e këtyre fenomeneve. Dhe mendoj që hoxhallarët për momentin janë. Pse? Themi, unë të garantoj që nuk ka xhami në Republikën e Maqedonisë së Veriut që mas paki një herë në muaj ose ndoshta edhe më shpesh që nuk i potencon këto vese. Mos them çdo të premte, po e marr si të mirëqen këtë që thoni, sepse natyrisht ne gazetarët jemi pak dyshues.
Po. Po e marr si të mirë qenë kësaj radhe këtë që e thoni dhe mendoj që kjo është shumë pozitive nëse ja ndodh kjo, sepse mendoj që ligjerimi teologjik është një prej formave që duhet të luftohet bigjozi dhe natyrisht edhe forma tjera. Tani unë po shtroj një pyetje tjetër, domethënë sa i kemi pa, domethënë ne sa i kemi vëzhgu këtë situatë. Unë jam shumë i bindur këtë sepse unë çdo herë kur shkoj në çdo xhami që fal xhuman, unë e shoh edhe nga mesirin kritik të një teologu. Ne mund të kemi kritika mes veti në formën e interpretimit, mund të thuash të ma mirë kështu ose ashtu, po thelbi të garantoj që çdo xhami është kundra bigjozit dhe i lufton fuqishëm këto vese. Nuk kam asnjë dyshim që xhami, Bashkia Fetare Islame, ata që janë njerëz të përkushtuar të predikimit të religionit islam se janë kundër, për këtë nuk kam dyshim, por mendoj tani kjo është përshtypja ime që duhet ata të jenë më aktiv, më proaktiv të themi në promovimin e vlerave njerëzore, humane, vlerave universale, të cilat në një farë forme i luftojnë këto vese, po shpreh me fjalorin tuaj. Xhamit sigurisht që e bëjnë dhe ju besoj që pajtoheni me këtë. Tani si të nxirret jashtë xhamia ajo. Kjo është krejt thelbi i bisedës sa e kuptoj unë këtu. Tash për ta nxjerrë jashtë xhamisë është pikërisht këto lloj emisionesh që i mbani ju, që mendoj që këtu ne pak a shumë kemi qenë të izoluar në këtë pjesë. Për shembull, ne nuk duhet ta mohojmë edhe një fakt tjetër që ne si institucion, qoftë Bashkia Islame dhe qoftë shpesh herë kemi qenë edhe atakuar prej edhe mediave të ndryshme. Por këtu s'kemi ç'bëjmë. Roli jonë është vetëm këshillues, ne nuk kemi rol ekzekutiv. Në këtë rrugtim besoj që ju mund të na ndihmoni shumë. Sigurisht. Si media. Sigurisht. Ky një emision është në këtë frym. Po këtu mund të na ndihmon shumë edhe shteti. Për shembull me aktin e akreditimit të medresës mendoj që u bën një hap shumë i rëndësishëm në këtë pikë. Se sa më zyrtare të jetë aktiviteti fetar, aq më i kontrolluar dhe më i menaxhueshëm do të jetë. Ne shpresojmë që diçka e tillë të ndodhen edhe me lëndën e besimit në shkolla fillore. Pse? Për arsye se puna e bigjozit dhe e këtyre veseve tjera nuk është një punë që lindën dhe hajtë si t'i bëjmë çare ne kësaj tash. Ne duhet të mendojmë se si shoqëria të kapet prej në themel, si të bëhet edukimi gradual dhe të arrijmë deri në atë nivel që në një anë vetdia të jetë në nivelin e duhur, por në anën tjetër edhe ligji, sepse nëse vetdia pa ligj nuk besoj që mund të menaxhohet, por edhe ligji pa vetdije nuk mund të menaxhohen. Këto janë dy elemente që paralelisht duhet lëvizin njëra me tjetrën. Sigurisht se thatë mendoj e shpjeguat në mënyrë profesionale aspektin e ligjerimit fetar brenda xhamive dhe si duhet pastaj ky ligjerim të zbatohet jashtë xhamive, po themi në realitetin shoqëror, në realitetin e jetës shoqërore, por unë mendoj se është e rëndësishme që imamët, ata që janë predikues të vlerave, të normave, dispozitave fetare, që ta shpeshtojnë këtë diskurs, sepse ju e dini, besoj hasni edhe në njerëz të tillë të cilët thonë që i ndajnë gjërat në kuptimin që faljen apo lutjen e kanë obligim dhe shkojnë në xhami, por në anën tjetër për pjesën tjetër të jetës së tyre, ata i marrin për shembull, po themi me fjalorin fetar, gjunahet mbi vete. Nuk e di a arritet ta shpjegoj si duhet. Shumë bukur. Të gjitha ibadetet që janë, që Zoti i ka caktuar, qoftë namazi, agjërimi, axhilloku, dhe çdo adhurim tjetër,
Patjetër që ka efektin edhe social, familjare, ka edhe efekte që ndoshta edhe psikologjik që ne si dim. Konkretisht që e theksuat ju për çështjen e namazit. Zoti tregon me një ajet kuranor, thot, vërtet thot namazi ndalon nga e keqja dhe nga e neveritura. Do të thënë është shumë i qartë. Në një namaz i cili nuk ndalon prej këtyre punëve, ne nuk përzihemi se ne nuk kemi kompetencë të shohim çfarë ndodhen mes atij dhe Zotit, ta pranohet ose jo, por Zoti tregon që ky namaz që Zoti e kërkon nuk është. Shife, e kemi edhe çështjen, tash jemi në periudhën e axhillokut. Një prej themeleve të axhillokut, jo më herët para disa ditëve në një ligjërim të xhumas, unë personalisht e thash që thelbi i axhillokut është Arafati. Arafati është, çfarë është Arafati? Është vendi ku u formu familja e parë. Kjo është Qabja, po. Qëndrimi në Arafat është vendi ku u themelu institucioni i parë që quhet familje. Dhe tani këto vese që ne diskutojmë janë pikërisht vese të cilat e cënojnë këtë institucion. Dhe tani një njeri i cili ka shku në axhillok, ose këtu që dëshiron ta përjeton këtë kënaqësinë e axhillokut edhe prej këtu, duhet patjetër të reflektojë në konsolidimin e familjes, se kjo është axhilloku i mirëfillt. Nëse ne këtë se kemi, ibadetin mes nesh dhe Zotit, ajo është vetëm Zoti e di. Po thelbi ky është të lidhja me Zotin edhe rregullimi i familjes mesin ton. E tani ne jetojmë në periudhën e axhillokut, jetojmë në Arafat, po bigjozi në anën tjetër noton në mesin ton. A hiç se dim se kjo do të na shkatron këtë që u themelu në Arafat, që quhet institucion familje. Bigjozi dhe shumë vese tjera që janë importuar në mesin ton bëjnë një tentativë të çuditshme për ta shpërbë familjen në mesin ton. Dhe ne këtë e shohim, besoj e shohim me si hapur, e shohim se kjo në dita ditës agjendat të ndryshme tentojnë. Një agjend kërkon atje mos njihet ajo familja klasike që kemi njohur ne. Një agjend tjetër kërkon që të fus kazinot në mesin ton, që nesër ato shkatrojnë edhe familje, se shive. Ne kemi marrë pjesë shumë edhe në rastet e divorceve. Një përqindje shumë e madhe e divorceve bëhen pikërisht sebepi, shkaku janë edhe kazinot dhe lojra tjera të fatit. Domethënë, familje, shkurorzimi është rënimi i familjes. Prandaj mendoj që të gjitha këto elementi fetar është ai i cili do t'i ndihmon shumë shoqërisë për t'i luftuar këto vese. Një punë duhet ta kemi qartë. Ne u përpoqëm si shqiptar, veçanërisht në Shqipëri, që 40 e kusur vjet, ose afërsisht 50 vjet, të ndërtojmë një shoqëri pa fe. Dhe e pam se çfarë na prodhoi në fund. Që ta shpjegojmë për shikuesit, domethënë Enver Hoxha në vitin 1967 ndaloi të gjitha objektet fetare, edhe xhamit, edhe kishat. Dhe e shpalli Shqipërinë shtet laik. Dhe e shpalli Shqipërinë shtet ateist. Ateist, pra shtet në cilin feja nuk ka asnjë rol. Jo sekular, shtet ateist. Shpalli do të thotë ku laik do të thotë kur feja është ndarë nga shteti apo nga politika, institucionet e kështu me radhë, pra shtet ateist. Ateist. Edhe çfarë prodhoi pastaj? Shqipëria ende sot e kësaj dite, domethënë është vështirë ka ti merr këmbët nga ai dëm që ju bë me duke përpjekur të formon një shoqëri pa fe. Mirëpo në anën tjetër, edhe në kohët moderne ne sot kemi një tendencë përsëri që të krijojmë një shoqëri sekulare, po brenda këtij një lloj sekularizmi ateist, i cili është pak më i komplikuar se sa ai pari, është lloj sekularizmi i mbështjellur me një lloj ateizëm, ku ne shohim se të gjitha këto i ndihmojnë asaj se ne nuk duhet kazinoja letërin, se ne nuk jemi shtet fetar,
ishte problemi me medreses, jo se medreseja se ne jemi shtet laik, jo kjo se ne jemi kështu, do thënë ne duhet hapim syt, feja është pjesë e identitetit të çdo populli. Në qoftë se merren librat e besimit islam dhe shfletohen prej fillimi, një prej mësimeve që i kemi mësuar të para ne është ky. Mund të gjesh popull pa ndonjë kulturë të caktuar, pa gjithçka. Po popull pa fe nuk ka pas historia. Popull pa besim nuk ka pas. Tani tendenca për të kriju një shoqëni pa besim, vetë kjo është një rrezik në vetvete. Pra, thoni që ka edhe tendenca të këtilla. Po, në qoftë se krijohet një mjedis ku siç ishte në Shqipëri 67-ën që u shpall shtet ateist, ku ndalu çdo gjë fetare, u shkatërru çdo xhami, bilem edhe kisha. Në qoftë se krijohet një shoqëri ku familja nuk ka asnjë rëndësi, ku prindi lejohen martesat e ndryshme, nëse krijohet një shoqëri ku fen mund ta interpreton sicili si t'ia merr mendja vet, në qoftë se krijohet një shoqëri ku nuk ndihmohet institucioni bazë, që në rastin konkret Besia Islame, që të krijon një platformë të mirëfill të shoqërisë islame këtu, në qoftë se këto nuk ndihmohen, atëherë do të bie në një lloj anarkie që unë nuk di si ta quaj përveç se një lloj anarkie shoqërore, fetare, e cila nuk din krijohet një amullim mendimesh, nuk di e cila është e drejta e pa drejta, dhe gjeneratat e reja vinë në një gjendje konfuziteti që pastaj nuk din edhe ku t'ja mbajnë. Përmendet faktin që Shqipëria ka qenë ateiste deri në vitet 90-ta, derisa fillon pluralizmi dhe çfarë kjo ka prodhuar edhe paradokse. Unë di një rast që është ndoshta pak me nota humoristike, kishte qenë një njeri intelektual, siç janë këto organizimet e haxhit që bëhen me ftesë të mbretit, apo është kjo një praktik, dhe ai e kishte pranuar me gjithë dëshirë ftesën, i është dukur me siguri interesant, i është përshtatur rriteve të cilat i ka bërë në hax, por ishte kthyer në aeroport, i kishin thënë për çfarë ke nevojë, kishte thënë që kam një nevojë për një gotore, se duhet të hapi një gotë. Këtë paradokse, por thash që është rast pak humoristik, janë realitete këto në Shqipëri. Do thonë, unë jam habit në vitet e 90-ta që kishte ta atil që nuk e dinin që, për shembull, alkooli është krejtësisht i ndaluar sipas fesë. Nuk e dinin, nuk e kuptonin një pjesë e njerëzve. Mendonin që alkooli i cili bëhet në shtëpi ndoshta është hallale, alkooli i jashtë kur blet, do thonë u kriju, është shumë problem kur krijon një shoqëni që e zhveshën prej fesë. Kanë menduar se ai në shtëpi nuk e ka efekt. Njeriu është qenie e cila është e krijuar prej trupit dhe shpirtit. Në momentin kur do të humbet ekuilibri mes tyre dijave, atëherë nuk e ke atë qenien e mirëfill që të jetë më këmbës i Zotit në tokë. Në qoftë se humbet ekuilibri i shpirtit dhe trupit, atëherë e ke humbat të qenurit më këmbës i Zotit në tokë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të dihet. Të gjitha veset të cilat tentojnë që ta shkatrojnë, ta humbin këtë ekuilibër, që ndër ato shumë i fuqishëm dhe shumë i zëshëm sot është janë edhe lojrat e fatit, mendoj që janë vese të cilat besoj që do të lanë pasoja afatgjate në shoqërinë tonë. Zoti Lata, është edhe një fenomen tjetër me të cilin ne ndeshemi, është fenomeni i ashtu quajtur paraja digjitale, apo e njohur me emrin paradigmatik, domethënë me emërtimin e plot të kësaj, po themi, mënyre të përfitimit që është Bitcoin, dhe ka pasur, do ta shpjegoj pastaj një rast çfarë më ka ndodhur me një student, në fakt me dy, ka pasur interpretime të cilat
kanë qenë edhe nga një pjesë ndoshta e teologëve, po themi në mënyrë jo zyrtare në rrjetet sociale kështu me radhë, të cilët kanë thënë që Bitcoini, pra paraja digjitale, është e lejuar pasi nuk është ndaluar në Kur'an. Po a shpjegoj rastin me dy student, njerë shkova në ligjërata këtu në Shkup, në Universitetin e Evropës Juglindore, dhe fillova ligjëratat dhe ata ishin të egzaltuar. Dy student, njëri me tjetrin flisnin, domethënë në mënyrë të entuziazmuar, dhe i pyeta se çfarë ka. Thanë, profesor, ne kemi fituar shumë para, dhe i pyeta nga, ma shpjeguan, domethënë nga Bitcoin. Siç ju thash, jam dyshues gjithmonë për çështjet, ju thash që shif, sa e di unë, para pa punë nuk është se mund të fitohet, dhe ata më thanë që profesor, ju nuk jeni në rrjedha se ka do trende të reja, ju nuk jeni të updateuar apo të me gjuhën e tyre po flas, të përditësuar me trendet e reja, thanë kollaj, po kërkon kjo dhe kjo angazhim. Ti ndjekish, ti kërkon stres e kështu me radhë, dhe në fund ju thash që t'jen të kujdesshëm. Erdhen pas një 2-3 jave, i kishin varë koka. Ta çfarë keni? Rao Bitcoini, mbaroi puna e Bitcoinit. Nuk ka fitim me Bitcoin. Shive, shumë bukur e theksua, dhe më thënë këtu kemi di problematike. Problematika e parë është ndryshimi i lojave të fatit në varësi të kohës. Tash sot, thash, e theksova në fillim, ka aq forma të lojave të fatit që ndoshta dhe ne nuk i dim. Për shembull, ka lojave të fatit, ne ndoshta fëmijët me celular në telefon, ai mund të luajë një lojë fati, e cila mund të jetë një lojë të zakonshme, e cila është përgatitje për lojat e fatit që do të vinë mandej. Prandaj ne nuk e kemi problemin vetëm tash, ne duhet ta kapim problemin, ta shërojmë prej në kancerin në burim, jo ta presim vetëm atë që e shohim. Janë forma të ndryshme. Megjithëse unë nuk jam eksperti ekonomisë islame, mirë po këtu na del një problem tjetër. Basia fetare islame, veçanërisht edhe muftinia e Shkupit, në atë periudhë dulën me një fetva dhe tregun që kjo është një çështje e ndaluar. Tani absolutisht kishte komunikat për publikun, po që Bitcoin është ndaluar. Tani këto idet që zhvillohen anash është pikërisht ajo që unë kërkonja në fillim. Ne patjetër ne e kemi, nëse duam që shoqëria jonë të lëvizën në hapa të sigurt dhe të shëndosh, patjetër që edhe institucionin fetar duhet ta kemi më të fuqishëm. Dhe për këtë duhet kontribojmë gjithë ne. Tani mund vjen shumë keq që edhe ju se keni lexuar këtë, për shembull, si ka ra kur keni biseduar me ata djemt. Normal, nuk ju ka ra ta lexoni, po ka qenë ndoshta se tani më kujtua periudha se unë ndjek. Po, institucioni ka dhënë mendimin e vet. Tash ndoshta ka rastis periudha që nuk ka dalë kjo komunikat. Ne si institucion. Po unë përdora logjikën që nuk fitohet para duke ndejt nuk mundet para pa djetë. Se një prej efekteve të bigjozit është të krijosh ti njerëz parazit që sipas mësimeve islame absolutisht është e ndaluar që ti të hash prej dirsës tjetër kuj. Nuk ka në botë askund dhe në asnjë jo islami, po asnjë fe se pranon që ti duke ndejt edhe të bëhesh pasanik. Kjo është një çështje që edhe logjika si shtat ju se pranon. Po, në rastin konkret, kur paraqiten probleme të caktuara, institucioni merr një vendim. Institucioni ka ku bazohet. Ka këshillat e veta, ka komisionet e veta. Edhe për çështjet që nuk ka kompetencë këtu, ka raporte ndërkombëtare, institucione serioze që konsulton këto çështje. Dhe në fund arrin që popullatës t'i jep një mendim, një gjykim të kulluar mirë. E tash ne kur e japim atë këtu, besoj që duhet ndihmojmë gjithë bashkërisht që edhe mediat ta promovojnë, edhe ne në xhami ta themi, edhe me studentët ta mësojmë në për fakultete, që mos i lam hapësirë çdo mendimi
të pabazuar ose mendimeve që janë ansore, edhe nesër ato të dalin para mendimit institucional. Nuk du të futem në atë se a kanë të drejtë tjerët ose s'kan. Nuk është punë e imja. Punë e imja është të besoj njerëzve të cilët janë të thirrur dhe të kualifikuar për këtë punë. Kaq. Ne jo çdo vendim, për shembull, supozojmë nëse sjellën një vendim gjykata. Ne nuk jemi të gjithë të aftë ta diskutojmë atë vendim. Po, ama e kemi obligim të gjithë ta zbatojmë. Edhe e njëjta është kështu edhe në çështjet e fesë. Ne nuk jemi gjithë të aftë të diskutojmë këto problematika. Beso, kur përmendet çështjet e Bitcoinit, unë personalisht, me që nuk jam i specializuar te çështja e jurisprudencës islame, unë kam lexuar libra sa të dush për çështjet juridike islame, por nuk e shoh vetveten kompetent për këtë punë. Ka njerëz që janë më kompetent se unë, që është një këshill i gjerë, të cilët i diskutojnë, i analizojnë dhe në fund e sjellin një dispozitë caktuar. Tani mendimet që merren anash, ato nuk janë përgjegjësi. Sigurisht. Një përmendet haxhin disa herë theksuam në kuadër të këtij emisioni, pasi thamë që jemi në këtë periudhë, por shpesh hasim në agjenci, po themi turistike, apo agjenci të ndryshme, të cilat kryesisht janë të specializuara për organizimin e një lloj aktiviteti që quhet umre. A mund të na shpjegoni shkurtimisht dallimin midis umres dhe haxhit, që pastaj të bëj edhe disa pyetje tjera të cilat mendoj se janë me interes. Umrja është një vizitë e Qabes në çdo kohë që mund të bëhet. Nuk është obligative në mësimet e fesë, është thjesht vullnetare. Kurse haxhillëku është vizitë e vendeve të shenjta në kohë caktuar, vendi të caktuar, edhe me rite të caktuar. Dhe është obligim për ata të cilët kanë mundësi materiale dhe kanë mundësi fizike dhe kanë mundësi të shkuarjes atje. Se ndonjëherë i ka edhe mundësi materiale fizike, po vjen një vit nuk lejohet që është në haxhillëk për shkaqe të ndryshme. Do thënë, haxhillëku është pjesë e 5 shtillave të fesë islame. Umrja është çështje vullnetare, vizitë, është adhurim, po është vizitë personale që njeriu mund ta bëjë dhe është vullnetare. Prandaj organizimi i haxhillëkut, domethënë siç e dimne, në vitet e fundit i takon vetëm Bashkisë Islame. Edhe vendet, domethënë, është akredituar vetëm Bashkia Islame për të organizuar haxhillëkun. Pse? Për arsye se edhe vendet Arabia Saudite është lodh me organizime anësore ku shpesh dalin probleme të paparashikuara. Më mirë merret me një institucion, bëhet një lloj organizimi, një lloj ka punë me një institucion, edhe pastaj nuk problemet tjera janë më të zgjidhshme. Por që ta shpjegojmë për publikun, domethënë kjo që e thatë, umre i bie të jetë një aktivitet i cili nuk është që është detyrim. Jo, s'është detyrim. Në mësimet e fesë nuk është detyrim. Pra, njerëzit mund ta bëjnë atë më shumë për atë që e njohim një lloj nevoje shpirtërore për ta vizituar vendin e shenjtë, apo për ta parë vendin e shenjtë e kështu me radhë. Mund ta bën për arsye të ndryshme, megjithse edhe umrja kur bëhet duhet bëhet me niyet të adhurimit, sepse edhe atje shkohet, bëhen disa ceremoni fetare aty që janë, disa adhurime, edhe ajo duhet bëhet për atë punë, por njerëzit janë të lirë çojnë ta bëjnë ose mos e bëjnë. Kurse haxhillëku është diçka e veçantë. Shumë e si vjetme për haxhin është 6.700 euro. Ju thatë që nuk jeni eksperti ekonomisë islame, natyrisht, por a duhet një lloj shpjegimi, tani ky është mendimi personal, ndoshta dua ta shpjegoj më tepër që të mos keq kuptohem, prandaj po them ndoshta mund të has në ndonjë keq kuptim. Bashkia fetare islame dhe në përgjithësi teologët, imamët, predikuesit e fesë duhet ta shpjegojnë më qartë dhe më shkoqitur që
kjo është shumë e cila duhet të vlej vetëm për ata që janë shumë të pasur ose që kanë mundësi materiale shumë të mëdha. Nuk po them biznesmen sepse nuk dua vetëm ata ti kategorizoj si të tillë, por njerëz të cilët kanë pasuri të madhe. Dhe kjo shumë nuk duhet të jetë detyrim për njerëz të cilët mund t'i mbledhin këto para, mund të shkojnë në haç, por pastaj jetën e tyre mund ta kenë të vështirë në periudha të caktuara të ardhme pas përfundimit të pelegrinazhit apo haxhit. Shive, për çmimin që është i atill, sigurisht që ka arsyet e veta institucioni dhe ne këto çështje i kemi diskutuar brenda nesh dhe janë shumë të arsyeshme sepse për shembull nga Amerika i ka $20,000 është afërsisht. Nga vendet evropiane është po ashtu shumë shtrenjtë, nuk e di saktë prej ku sa, po fokusi pyetja ju sa e pash unë ishte diku tjetër, do të thonë që mos jenë paratë e fundit ato që ti të harxojsh dhe dhe unë mendoj, kërkoj ndjes që ndërpres. Unë mendoj që tek një pjesë e madhe e popullatës, natyrisht që ky është detyrim i cili është i parashikuar me dispozitat fetare. Por mendoj që njerëzit e kanë kuptuar në mënyrë, po them, tekstuale atë që është detyrim fetar. Pra si detyrim i pa tjetërsueshëm, po shprehem në mënyrë të thjeshtësuar. Nëse i kanë ato 10.000 euro të fundit, edhe i shpenzojnë. Jo, nuk absolutisht që jo vetëm ajo, po ka edhe shumë veprime tjera nëse ke disa ngarkesa familjare, për shembull, ti nuk mund të shkojsh në xhillok edhe nesër ta lash djalin nuk ke t'i japish para për të studiu, ose i ke paratë e fundit edhe e ke një hall tjetër familjar dhe ti më gara mendja shkoj në xhillok, ajo ka kushtet e veta, nuk është vetëm ti kesh ato të holla. Familjen si e len, çka e len, ka shumë çështje që duhet shifen. Nuk është aq bardhëzi kjo obligimi i xhillokut. Po me e marr ashtu atëherë shumë pak njerëz e kanë obligim, po e kanë pak. Unë se kam obligim për shembull. Edhe unë kam qejf shkoj, po s'kam mundsi. Keni qenë? Kam qenë 2008-ën. Kam qenë edhe në haç, i ftuar me mysafirët e mbretit kam qenë, jo me muzikë e mia. Po kam qenë po ashtu Basia Islame më ka thënë në Umre kam qenë me një organizim të Basisë Islame. Me mundësitë e mia ndaj nuk kam pas mundësi të shkoj. Edhe me nuk pas mundësi të shkoj, tash nuk është diçka se ke mundësi, nuk shkon. Aq. Në këtë rast po ju pyes si teolog, kush i merr, po themi, shpërblimet nga Zoti, i merr mbreti apo i merrni edhe ju për shkak se ju jeni munduar, keni shkuar atje, i keni bërë rritet e kështu me radhë. Në Islam veç një çështje duhet ta dim, nuk ka monopol sevapesh. Në Islam sevap marrin të gjithë ata që janë të inkuadruar në një punë caktuar. I bie që mbreti merr ka shumë sevap. Nuk e di unë merr, po sigurisht që të gjithë ato që janë do të marrin. Të gjithë ato që bëhen shkaktar për një punë të caktuar, të gjithë janë pjesëmarrës, pa ju paksu asnjënit, se ne e dim që Zoti është bujar. Edhe secilit i ndan aq sa i takon, nuk e ka, Zoti nuk është dorështërngum që dikujt t'i jep e dikujt mos e jep. Në leximin e Kuranit, nëse unë lexoj Kur'an, unë po çdo shkruaj marrëdhjet sevape. Po edhe ti që dëgjon këtu, edhe ti do t'i marrësh njëjtat. Ja, sot unë pa sevape nuk jam. Po absolutisht jo. Prandaj që të gjithë marrin sevape në ndoshta mund të bëj ndonjë gjuna kur sjell politikan që gënjejnë këtu, sepse as ajo nuk mund të ndalohet, sepse nuk ka mekanizëm të tillë, por ja, po mundojmë që të balansoj. Ne që kemi pozicione pak, për shembull ju në pozicionin e gazetarit dhe unë në pozicionin e profesorit, e teologut, hoxhës, ne edhe sevapet më të mëdha, ama edhe gjinafet edhe ngarkohemi pak më shumë. Kështu që sigurisht, për shkak se puna jonë është publike dhe natyrisht
Emisioni i sotëm ishte në drejtim pozitiv, ishte, mendoj unë, shumë qëllim mirë, nëse kemi fituar, si që thoni, se vapa, jo do të ishte një plus shumë i madh, por unë mendoj që ne bëm përpjekje që ta shpjegojmë fenomenin nga prizmi teologjik, pra fenomenin e bigjosit, fenomenin e varshmërisë nga bigjozi, nga lojrat e fatit e kështu me radhë, për të shpjeguar njerëzve edhe njerë atë që e thash në fillim dhe do t'ju lënë hapësirë edhe juve që të shprehni fjalën e fundit, që njeriu shpresën duhet ta sheh vetëm tek puna, sepse fat tek kazinot, tek bastoret, tek lotoja e kështu me radhë, nuk besoj që ka. Mund të përfitoj një njeri, por 1 milion të tjerë mund të pësoj. Ne mendoj që pikat kryesore të kësaj bisede i theksuan pak e shumë, po do të kisha dashur për në fund që të theksoj një çështje shumë të rëndësishme. Ne për ta pasë se sa e rrezikshme është diçka, duhet të shohësh dëmin e saj. Ne dëmin vetëm jemi duke e pa me si, jemi duke e jetu çdo ditë. Kjo bën dëme ekonomike sjellën dëme familjare, dëme shoqërore, sjellën dëme bashkëshortore, sjellën dëme fetare. Dhe kur shohim se sa dëme të mëdha janë, unë mendoj që ne nuk duhet rrim duar kryq, dhe nuk mundet të krijojmë një individ i cili do ta lufton vetëm ai këtë. Këtu patjetër secili duhet merr përgjegjësinë e hisës vet. Nëse ne mundohemi që përgjegjësinë ta hudhim lart e poshtë, atëherë do të vazhdojmë kjo gjendje që jemi. Nëse ne secili do të merr përgjegjësinë e vet, ne si intelektual që punojmë dhe veprojmë në universitete, ju si gazetar, po edhe në cilësinë e hoxhallarëve, si basi islame, në bashkëpunim edhe me pse jo edhe me politikanë të cilët janë dashamirës të çështjeve tona dhe të popullit ton, mendoj që këtu do të gjejmë një gjuhë të përbashkët që këto një herë për gjithmonë duhet të jepen fund. Çdo herë duke mbajt atë ekuilibrin mes këshillës edhe ligjit. Nëse ne vetëm ne kemi pozicionin e këshilluesit në rastin konkret, nuk kemi fuqi ekzekutuese. Patjetër që këtu duhet edhe dora e shtetit. Duhet që të ndërmerren hapa konkret për të luftuar këto vese. Dhe kur këto dyja të bëhen bashkë, mendoj që atëherë shumë kollaj do t'i luftojmë këto vese të liga në shoqërinë tonë. Zëllata, ju falenderoj shumë që ishit në dialog të lajmi, në dialog më ndryshe se sa ai që janë mësuar shikues të ndjekin, pra që është një dialog politik të lajmi, por unë mendoj që ka nevojë her pas here të shpjegohen fenomenet edhe nga prizmi teologjik, edhe nga prizmi religios, pra dhe konsideroj që këto tema edhe në të ardhmen duhet të trajtohen. Shumë faleminderit. Faleminderit qofshi.